Paramendoni për shembull një abuzues me drogat, një iri me drogat, me marr një shembull, në çfarë niveli e kalon droga çat person. Ja tret, ja shkatron çdo ambicje. Nuk i lën krejt jeta e tij, po e shtim dashurinë që ka për veten, për familjen, për vllahun, për motrën, për babën, për nanën, për gjithë. Për punën, për studimin. Ambicjet për punën, për studimin, ato dëshira, krejt ato i tretën edhe i zvoglohen te një gjys grami apo te një 10 gramit e drogës. Ai vetë çu ta siguroj këto, ton kohën e tij mendon çu ta siguroj, po e marrëm një gram drogë. Domethënë, krejt jeta e tij zvoglohet, krejt bota e tij zvoglohet te një 10 gramit e drogës, veç çush me siguru për me përdorë. Nuk mendon diçka tjetër. Po e shohim se çush i transformon njerëzit, i bën parazit ekstrem, ja u shkatron ambicjet, i bën dhunshëm, se varësia nga droga është një diçka që e ka një fuqi të jashtëzakonshme. Edhe nëse ai s'mundesh me menaxhu. Ti tenton me menaxhu, nuk mundesh me menaxhu. Na kem raste kur e kanë vrarë nanën, babën për shkak drogave. E lema tjetër, ose kur kanë një me vjedhje, gjona, shumë krime burojnë prej kësaj. Po edhe një pyetje